kur haset tek fëmijët dhe kur një fëmijë të bën të mendosh që prit se ka një gjë që s'shkon? Atëherë, çrregullimi i spektrit të autizmit është një sëmundje, një çrregullim i neurozhvillimit që kryesisht diagnostikohet rreth moshës 2 vjeç. Në sistemet e para të klasifikimit, të themi ne psikiatrit, kemi një sistem klasifikimi të sëmundjeve. Në DSM-4 deri tek e revizionuara ka qenë rreth moshës 3 vjeç, ndërsa tani në DSM-5 është rreth moshës 2 vjeç. Sigurisht që shenjat e para mund të jenë edhe më të hershme, por gjithsesi në rreth kësaj moshe ne mund të vëmë diagnozën e autizmit. Autizmi është një sëmundje ose një çrregullim spektral që do të thotë që brenda spektrit të autizmit ka dhe disa çrregullime të tjera me simptomatikë të ngjashme, siç është sindromi Asperger dhe forma e paspecifikuar e autizmit. Tani lind me fëmijën apo fitohet nga rrethanat apo çfarë? Është e trashëgueshme, është e fituar, çfarë ndodh? Po, në fakt etiologjia është ende e panjohur. Pra, ka shumë studime të cilat ngren bazën e hipotezave në lidhje me etiologjinë, siç janë hipoteza që lidhen kryesisht me trashëgiminë, pra kjo është hipoteza më e qëndrueshme, që do të thotë që genet janë përgjegjëse për shfaqjen e simptomatikës ose të këtij çrregullimi. Madje studime thonë që nuk është vetëm një gen i vetëm përgjegjës për këtë lloj çrregullimi, por janë disa gene të cilat janë përgjegjëse. Kjo është një nga hipotezat më të qëndrueshme, por ka hipoteza të tjera, studime të tjera të cilat flasin për densitete të shtuara në trurin e fëmijëve me autizëm, rritje të zonave të caktuara të trurit, ndryshime tek neurotransmetuesit. Hipotezat të tjera janë hipoteza virale ose hipoteza autoimune, mosha e prindërve dhe kryesisht fillimisht ka qenë mosha e nënës, e cila mosha e madhe e nënës, ndërsa sot ka studime që thonë mosha edhe e madhe dhe babait mund të jetë shkak për shfaqjen. Mutacionet spermatozoide në spermatozoide, përdorimi i barnave të ndryshme, antidepresive gjatë shtatzanisë, teoria metabolike, por ka një sër teorish. Gjithsesi, pra sot besohet që autizmi nuk është vetëm një çrregullim genetik ose ka një shkak të brendshëm, por ka dhe faktorë të jashtëm të cilët mund të ndikojnë në shfaqjen e tij. E kuptoj. Kur një prind duhet të shqetësohet? Pra, ka një fëmijë, ka një bebe, sepse unë lexoj gjërat nga më të ndryshmet, ka prindër që shqetësohen për shembull se nuk shikon mirë ose nuk reagon kur unë i bëj këto për shembull, ose janë ca teste që prindrit bëjnë, por kur duhet një prind të shqetësohet seriozisht që mund ta kem fëmijën të prekur nga ky çrregullim? Prindrit duhet të shqetësohen në fakt për disa nga shenjat të cilat hasen ose fillon simptomatika e autizmit. Për shembull, nëse një fëmijë qëndron i vetmuar dhe nuk ka këtë ndërveprimin social me fëmijët e tjerë, pra nuk luan me fëmijët e tjerë, shpesh qëndron në qoshe të dhomës dhe këtë e shohim edhe në përkopshte, ku fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi qëndrojnë vetëm, nuk bashkëpunojnë me të tjerët. Një fëmijë i cili nuk zhvillon gjuhën normalisht, përsëri dhe për këtë prindi duhet të shqetësohet. Një fëmijë i cili manifeston disa nga këto sjellje që ne i quajmë sjellje stereotipe, pra lëvizje të duarve në mënyrë stereotipe, sjellje ritualistike, ose nëse fëmia vetgoditet, sjellje vetdëmtuese, që vetgoditse, sjellje të kufizuara që preferon që të qëndrojë në të njëjtën dhomë, domethënë në të njëjtën kopësht me të njëjtën edukatore, të vesh të njëjtën veshje, të ushqehet, pra të ketë një ushqim të njëanshëm, të preferoj të hajë disa ushqime dhe mos të provojë të tjerat. Shpeshherë fëmijët me autizëm ka një shikim periferik që përsëri është problemi i sjelljes. Bëjnë një shikim anash. Pra duhet të shikojnë anash. Shikojnë anash, pra duke ti e ke përballë dhe ai shikon, bën një shikim, ndryshon pozicionin. Të shmang kontaktin me sy. Është problemi i sjelljes ky, pra konsiderohet si problemi i sjelljes. Duhet të shqetësohen nëse i thret dhe nuk kthen kokën.
është indiferent, pra atë pjesën e emocioneve e shfaq, po e ka të kufizuar vetëm me prindrit, nuk është shumë emotiv, shumë empatik. Pra gjitha këto janë shenja që prindrit patjetër që duhet të shqetësohen. Problemi është që sa pranohet kjo gjë, sepse mirë që shqetësohen dhe kuptojnë që diçka nuk shkon me fëmijën e tyre, sidomos kur kanë dhe fëmijë të tjerë në familje që bëjnë krahasimin. Sa të gatshëm janë për të shkuar te profesionistët, ky është një problem tjetër që ndoshta e diskutojmë pak. Dhe unë këtu duhet të mbetem te ky problemi, se unë jo prindër të jo të një shtrese, le të themi, vulnerabël apo në pamundësi ekonomike. Një prindër të një shtrese të mesme dhe të lartë, të cilët nuk tregojnë. Pra, marrin goditjen e parë, i dërmon kjo e para njerë, duket sikur ju shëmbur bota, dhe mbyllen në atë të tyren. Ka prindër që nuk duan as terapin. Të lutem, doja një zëre se ke një prind të tillë. Ti ke parë shumë besoj të tillë, të tronditur, të nuk di si ju a thua njerë. Çfarë ndodh në atë moment që duhet mirëmbash dhe prindi përpara se ç'është e fëmia. Ka shumë në fakt kategori prindrish me të cilët ne hasemi. Pra një kategori është prindër të cilët e kuptojnë, janë intelektual, po s'ka rëndësi intelektual apo jo, dhe ezitojnë të shkojnë tek profesionistët për të marrë ndihmën për fëmijën e tyre. Kjo është shumë e dëmshme, sepse në mjekësinë ne kemi një postulat: sa më herët të kapet, të identifikohet problemi, sa më herët të ndërhyet, aq më pozitive janë gjërat në vazhdimsi. Kështu që në këtë rast, përveç se e dëmtojnë fëmijën, nuk e ndihmojnë. Ka prindër të tjerë të cilët e shohin, ndoshta kanë lexuar dhe dinë që kjo mund të jetë, fëmia e tyre mund të jetë brenda spektrit të autizmit, vinë te profesionisti, e dëgjojnë nga profesionisti dhe përsëri nuk arrin dot që ta pranojnë, por në një farë mënyrë i çojnë fëmijët për të trajtuar. Dhe ka nga ata, të paktën në eksperiencën time, që vinë dhe thonë: doktoresh, të lutem, mund të ma shofësh, ta vizitosh fëmijën, se unë mendoj që është brenda spektrit të autizmit. Dhe me këtë pjesë të prindërve e ke shumë kollaj që t'i thuash që po, do fillojmë terapinë, do fillojmë trajtimin dhe do shohim se si do ecin gjërat. Kështu që pjesa më e vështirë është me prindrit që nuk e pranojnë, dhe ke shumë të drejtë kur thuaj që vite të tëra, paktën në eksperiencën time kam pasur disa raste ku fëmijën e kanë sjell 12 vjeç për të bërë vlerësimin e parë, dhe janë 12 vite të humbura, po themi 10 vite të humbura kot në pa terapi, sepse mundet që shumë fushat ishin përmirësuar. Po është ky momenti, se duhet kuptuar prindi, dhe unë dua të mbetem pak te prindi. Është ky momenti që duhet t'i thuash njerëzve, duhet t'i thuash punës, duhet t'ju thuash miqve të cilët janë me ty, flasin për fëmijët e tyre, dhe ti pra ka një brez emocional shumë të fortë që duhet çfarë këshille ke për ta, se kjo është bota. Nuk janë gjithë njerëzit kaq të mirë, nuk janë gjithë njerëzit kaq të kujdesshëm. Dhe kjo është e vërtet, sepse ne jemi profesionistë dhe kuptojmë, dhe në momentin që ja themi prindit pjesën çfarë ne shohim, mundohemi të jemi të kujdesshëm për të mos e lënduar shumë. Dhe këtë ndoshta arrim ta bëjmë në sajt eksperiencës dhe profesionalizmit. Por është dhe çështje mentaliteti që në botën e jashtme, nëse mjeku evidenton një çrregullim të tillë, e thot me fjalë të përzgjedhura, por e evidenton çrregullimin. Tek ne shpeshherë dëgjoj dhe shoh edhe të shkruar për shembull element të autizmit. Pra nëse je i bindur që është autizëm, do duhet të shkruash çrregullimi i spektrit të autizmit dhe jo element. Për sa i përket pjesës tjetër, se si do të mund të pranoj dhe se sa i hapur do të jetë prindi në jetën, në punë, në komunitet, kjo prapë është një lloj karakteristike individuale, do thoja, por patjetër që është dhe ndërgjegjësim, është dhe informacion, kështu që
ka filluar të ndryshojë. Nuk është siç ishte në fillim që gjërat ishin tabu, që çdo gjë stigmatizoi. Sot ka filluar të ndryshojë, prindrit janë më të hapur, ka dhe prindër të cilët e kanë të vështirë të përballen, sidomos kur bëjnë biseda me kolegët, kur fëmijët e tyre kanë disa lloj arritjesh, por do duhet ta pranojnë dhe të jetojnë me këtë se ndryshe. Anita, po këta njerëzit e tjerë, njerëzit normal, se unë kam jetuar këtu, kam jetuar dhe jashtë, edhe kur fëmijët luanin, nuk ishte rëndësi se ishte një fëmijë ndryshëm, se kështu quaj atje, është i ndryshëm. Edhe po ti thua fëmijës, ja i ndryshëm se do luaj me ty, atje ka një kulturë tjetër, të turret fëmia dhe thotë, jo do luaj me mua se le të jetë i ndryshëm, unë e dua. Sepse është i ndryshëm, sepse është brown për shembull për fëmijët me ngjyrë, sepse është kështu, sepse është ashtu dhe unë këtë gjë e dua. I mësojnë ndoshta, është kultura e tillë. Ktu te ne edhe prindi i thotë fëmijës, jo me atë. Se si është ai do ma sjelli fëmijën në regres. Flasim hapur, mos e lër të shoqërohet me matë, sa ai ka të çrregullimin edhe do na e bëj edhe këtë fëmijën ton si vetja. Do flasim hapur tani këta prindrit e tjerë ne, normalët them. Çfarë duhet të kuptojmë normalisht, të kuptojmë në mënyrë të vërtet, jo kështu me klishe. E qartë, kjo është shumë e vërtet, personalisht më ka ndodhur kur kisha vajzën e vogël në Kopësht. Në atë Kopësht ishin 2 fëmijë me autizëm dhe bëhet një takim me prindrit për të parë mbarvajtjen e fëmijëve, ecurinë edhe aktiviteteve në Kopësht, dhe prindrit ishin shumë të revoltuar për praninë e këtyre 2 fëmijëve në Kopësht. Ndërkohë, duke qenë shumë e sensibilizuar dhe ndjeshme me këtë problematik, ndoshta e ngrita pak zërin për t'ju thënë që shiko, ne duhet t'i mbështesim, në qoftë se nuk i mbështesim ne të rriturit dhe t'i mësojmë fëmijët si t'i mbështesim, si do t'i mbështesim fëmijët. Mendoj që po ndryshon dhe më bëhet shumë qefi se ne bëjmë aktivitete nëpër shkolla dhe shoh që fëmijët me aftësi ndryshe quhen tani janë të mbështetur nga klasa, nga grupi, qoftë për pjesën e përgatitjes akademike, por edhe për pjesën sociale. Sikundër mund të ketë se sot po bullizohen edhe gjithë fëmijët edhe ata që s'kan problematika, por që në përgjithësi ka filluar që të ketë një lloj ndjeshmërie. Kështu që sa më shumë edukim, psikoedukim fëmijëve tanë që të pranojnë fëmijët me aftësi ndryshe do ishte. Mendoj që është bërë janë bërë hapa, është mësuesi ndihmës në mos gaboj për të gjithë problematikën e fëmijëve ndryshe, por me aftësi ndryshe, por cila do të ishte baza? Një këshill për një prind që ka një fëmijë të tillë. Baza e ndjekjes së këtij problemi. Ka mjaft ndryshime, do thoja, për sa i përket ndihmës që mund të jepet këtyre fëmijëve në procesin e edukimit, arsimimit, patjetër që po, me dispozitat normative është futur mësuesi ndihmës. Unë do thoja, ashtu siç e ka emrin, është një ndihmë shumë e madhe vërtet. Për faktin se një mësues në klasë nuk arrin dot që t'i kushtoj vëmendjen e dur dhe një fëmijë me autizëm ose me probleme të neurozhvillimit, pasi nevojat janë ndryshe, programet janë më të reduktuara, kështu që bëhet shumë e vështirë për mësuesin në një klasë me 30 veta. Përveç mësuesit ndihmës, flasim për sistemin e shkollës. Në sistemin e kopshtave edhe aty ka edukator ndihmës, por kjo nuk mjafton për nevojat e një fëmije me autizëm, flasim konkretisht, kështu që do duhej patjetër shërbime të cilat në varësi të problematikës që ka fëmija, logopedike apo terapi zhvillimi apo psikomotricitet, do duhet që t'i ofrohen këtyre fëmijëve. Kështu që prindrit informohen që përveç sistemit të shkollimit dhe edukimit apo kopshtit, do duhet të ndjekin dhe këto terapi. Qartë. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.